Filipinezi që ekzekutoi Ilaria Sulën dëshmon sërish, unë e vrava nga xhelozia, por e doja atë. E vrava nga xhelozia, por e doja Ilarian. Këto kanë qenë fjalët e 23 vjeçarit Anthony Samson para gjykatësit hetues të Romës, i cili e mori në pyetje në lidhje me vrasjen e Ilarias Sulës. Unë veprova me impuls, tha i riu, duke përsëritur se nuk e ka vrarë qëllimisht 22 vjeçaren. Vrasësi konfirmoi para gjykatësit hetues se ai bëri gjithçka vetëm. Deklaratat vijnë pasi policia italiane po heton rolin e prindërve të 23 vjeçarit Rick Samson dhe gruas së tij Nors Mazlapan në vrasjen makabre të studentes Ilaria. Ka dyshime se ata mund të kenë patur rol në fshehjen e trupit Ilarias, duke ndihmuar djalin e tyre të pastronte dhomën e tij dhe ta vendoste trupin e mbyllur në valixhe brenda makinës, ose mund ta kenë parë Ilarian teksa vdiste dhe nuk kanë kërkuar ndihmë, rrethan që mund t'ju kushtonte atyre bashkëpunim në vrasje. Përsa i përket pyetjeve për prindrit e tij, autori gjatë marrjes në pyetje në gjykat ka shfrytëzuar të drejtën për të mos u përgjigjur. Prindrit e tij kanë deklaruar se nuk kishin vënë asgjë, nuk kishin dëgjuar asnjë britmë apo zhurmë të dyshimt dhe as nuk e kishin parë 22 vjeçaren në banesën e tyre të vogël. Unë thjesht doja që ai të studionte, ka përsëritur nëna e tij.